torturuan fëmijën e tyre 3 vjeç për 3 vjet rresht. Si mund të torturosh fëmijën tënd? Ka ndodhur në Austri. Ne mendojmë shpesher si kur disa fenomene të tilla ndodhin në disa vende të tjera, ku përsëriten gjithmonë, por mund të ndodhë gjithandej. Më bëri të drithërojmë sepse kisha vendosur që të flisja për diçka tjetër, por dua të flas për këtë. Nuk e di e lexuat apo jo, por po flitet gjithandej për këtë rastin e një çifti nga Austria. 27 vjeç, të dy të rinj. Torturuan për 3 vjet fëmijën e tyre. Kishte filluar çdo gjë në sapo kishte lindur. Me sa lexova disa shkrime në gjermanisht, duke i përkthyer, nuk e di nëse i përkthyen mirë, por me sa kuptova, kishte filluar që kur ishte i vogël fëmia, sepse prindrit, pra burri e grua, mendonin se ai ishte biri i djallit. Po, me një fjalë, menduan që djali i tyre kishte shpirtin e djallit, sepse sillej në mënyrë të çuditshme, që kur kishte lindur. Me një fjalë, me sa lexova, kur ai kishte lindur në javët e para, fëmia qante shumë, gjë që siç thoshin këta prindrit, qante kaq shumë sa që nuk duhet të qante kaq shumë, sepse fëmijët e tjerë ishin më të qetë. Pra, për këta prindër të rinj, ishte një si mund të quhet, një problem i pasgjithshëm, sepse ata kishin frikë se mos mund të krijonin probleme, policia apo ku ta di unë, mendoj unë, që nuk shkuan që ta denonconin si fakt, sepse do ju thoshin që ju jeni të çmendur, padyshim. Dhe ata e mbajtën aty. E mbajtën, por e torturonin çdo ditë. E filluan që kur ai u ndërgjegjësua, pra filloi që të fliste. Fliste jo shumë mirë. Ilias i kishin vënë emrin. Dhe nuk fliste mirë, ndoshta ishte dhe 3 vjeç me një fjalë aty, po në gjatë periudhës që kur ai filloi që të ndërgjegjësohej nga mosha 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, ata filluan që ta mbyllnin në një si quhet, kuti, si mund të quhet, sepete, si mund të quhen, nga ato gjërat e vjetra të mbyllura, e mbyllin aty. Aty flinte, aty hante, aty bënte edhe jashqitje. Dhe nuk jepnin për të ngrënë, po aq sa i jepnin për të ngrënë. Për një fjalë, kur i jepnin ndonjëherë, ja idhin aty tek ajo. Dhe e mbyllin aty si një vampir, se thoshin që mund të ngrihet natën dhe të na vras. Të merr. Si mund të jetojnë një çift i tillë? Si mund të jenë prindër një çift i tillë? Shiko, e vërtet që ndonjëri do thotë nuk mund të gjykojmë, sepse ka edhe probleme, njerëz me probleme. Dakord. Por asnjëri nuk e kishte kuptuar nga familjarët e tyre, nuk e kishin kuptuar që kishin, sepse kishin një fëmijë. Me një fjalë, nga familjarët ose prindrit e gruas ose prindrit e burrit. Askush nga gjyshi apo kushërinjt apo ku të di unë nuk e kuptoi që ata duke patur një fëmijë, ku është ky fëmia? Sepse për 3 vjet rresht nuk ishte një ditë. Për 3 vjet ta mbash fëmijën aty, të mbyllur me çelës, brenda një kutie ose një, si mund të quhet, kanape, si quhen, sepete. Zoti i madh, çfarë ka para i fëmijë? Dhe nuk i jepnin as për të ngrënë, saqë e kishin, fëmia ishte dobësuar kaq shumë, saqë peshonte vetëm 7 kg. Me një fjalë, më pothuajse gjysma e gjysmës së trupit të tij, që ai duhet të ishte të paktën, themë 30 e ca, 30 e ca kilogram. Dhe po thoshe që ne mendojmë që mund t'i ndodhë dikuj tjetër, pra diku në një vend që ne flasim shpesh, në një, ku ta di unë, për shembull, kur themi ndonjëherë sepse dikush nga ju thotë, po pse vetëm në Amerikë ndodhin? Nuk ndodhin vetëm në Amerikë, nuk ndodhin as vetëm në Austri, nuk ndodhin as vetëm në Shqipëri, apo në Itali, apo në Greqi, apo ku ta di unë. Ndodhin gjithandej.
por ky fakt këtu më tronditi, sepse si thash doja të flisja për diçka tjetër, por nuk më bëj të flisja për diçka tjetër. Doja të flisja për këtë. Sepse, shiko, ne raca njerëzore, që është e vërteta, duke qenë parazit, hyn brenda ti edhe ajo sëmundja e të jetuarit, ose të qenurit, unë jam ai që jam dhe duhet jem kështu, pik. Dhe ka frikë, njeriu ka frikë nga jeta, ka frikë se mos vdes, ka frikë nga çdo gjë. Dhe çfarë bën? Ai eliminon, me kalimin e kohës, eliminon çdo gjë që ka përpara. Është e vështirë që një njeri të vetë vritet ose të sakrifikoj jetën e tij apo ndoshta edhe punën e tij për të tjerët. Është shumë e vështirë. Dhe sa më përpara ecim dhe aq më e vështirë është që të gjesh njerëz të tillë. Dhe më bëri që të ndihem keq sepse çfarë ka një fëmijë e vogël? Ti e lindë atë fëmijën e vogël. 3 vjeç më. Çfarë kupton ai? Ti çfarë do kuptoj ai fëmijë? Si do e kuptoj? Ti duhet i mësosh. Në fakt, kur i arrestuan këta burrë e grua 27 vjeç, bënin, si shtuhet, me sa kuptova, bënin gjë sikur ishin çmendur. Dhe pastaj e kuptuan sepse i futën në një spital psikiatrie dhe ekspertët thonë që janë në rregull me trut. Janë të luajtur, por janë të rregull me trut, me fjalë bëjnë gjë sikur janë të çmendur. Dhe tani, me sa kuptova, do t'u japin dënimin. Dhe pyetja është, si ka mundësi që të ketë njerëz të tillë, jo vetëm egoist, jo vetëm vrasës, jo vetëm, po fëmijën tënd dreqë mori. Fëmijën tënd që ti zakonisht një pjesë e madhe prej jush më thoni nëse është e vërtet, jep jetën. Është e vërtet apo jo? Secili prej jush, secili prej nesh, jep jetën për fëmijën e tij. Ndërsa këta sakrifikojnë fëmijën duke thënë që ishte e lidhur me demonin. Okej, dakord, e zëm sikur të ishte e lidhur me demonin fëmija. Po ti çfarë bëre për ta ndihmuar? Ti pse nuk e le që të merrte ty? Dakord. Pastaj ai të jetonte, nëse ti e do. Po ti do vetveten. Pra ky është problemi i madh. Dhe të vjen, nuk e di, po më malligjeu shumë, më preku, shumë më preku. Më preku sa që po t'isha vërtet një magjistar, e ti kisha zhdukur njëre për gjithmonë këta tipa kështu. E mendoja, sikur t'isha fëmijë. Kështu e mendoja, sikur isha fëmijë, po thosha, po t'isha magjistar dhe kisha zhdukur të gjithë. Dhe të vjen keq. Ilias, 7 vjeç. Më fali, 3 vjeç. 7 kilogram. 7 kilogram u katandis dhe pastaj nuk ja doli dot. Vdiq. 3 vjeç fëmija. Nadër e mirë.